Përshëndetje miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve, për dashurinë, për financat, për punën. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Çfarë thot energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme? Jeni një femër shumë e fuqishme. Ju në infinit keni energji pozitive dhe qëllimet tuaja doni t'i çoni deri në fund. Dhjeta e monedhave është një letër e cila tregon që kulla juaj është në qiell të pastër e mbushur e gjithë me bollëk, me njerëz pozitiv, me monedha, me financa të mira. Keni luftuar fort për t'i bërë realitet këto ëndra të realizuara, këto kull të mbushur plot me bollëk. Keni luftuar kundër kundërshtarëve tuaj, kundër njerëzve që nuk ju kanë pasur gjithmonë atë pjesën e energjisë mirë ka shiush. Por ju, me luftën tuaj, me drejtsinë tuaj, ja keni dalë. Dyshi i shkopinve tregon që ju keni gjithë botën, ju keni gjithë shka në jetë, por, prandaj jeni në këtë buzëdeti, ju mbani një vuajtje shpirtërore për një person që keni në distancë, për një person që keni larg. Jeni një person shumë human. Keni një humanizëm në botën tuaj të brendshme shpirtërore dhe në pjesën e bollokut. Juve ndihmoni njerëzit që ju kërkojnë ndihmë, që janë në nevojë, dhe ashtu si ju rrjedhin monedhat dhe këta persona, ashtu dhe u asjell universi në anën tjetër. Kërkoni të bëni një rrugë, por rruga që doni të bëni nuk e keni shumë të vendosur të pjesën e rrugës, sepse keni pjesën e bollokut që keni mbas, pra keni kupat dhe e keni të dyzuar të rrugë. Pra, herë mendoni për të ikur, për të larguar, dhe herë nuk vendosni për ta bërë realitet këtë rrugë. Jeni një person shumë i drejtë. Ju keni një dritë të universit në cakrën e kokës dhe ajo dritë ju ndriçon në rrugën tuaj drejt bollokut. Jeni një person shumë me intuit, intelekt dhe keni një ushtësi dhe një paqe, një qetësi shpirtërore. Shpeshherë ndodheni midis dy alternativave. Por thot, ju duhet të ishni të fashëm që keni tek syt dhe t'i flisni intuitës tuaj të brendshme, atij zërit tuaj të brendshëm, sepse shumë shpejt në jetën tuaj do të ndriçojë ky diell me rrezet e tij të arta. Ky fëmijë në këtë kalë të bardhë të paqes kalëron fuqishëm drejt perspektivave të shkëlqyera, drejt një transformimi të madh në jetën tuaj, për bollok dhe për ndryshimin tek pjesa e dashurisë. Ju do të keni një ndryshim statusi në jetën tuaj. Ky diell ju ndriçon rrugën drejt mrekullive. Kjo ishte energjia e përgjithshme tek dashuria, tek bolloku, tek financat. Faleminderit shumë, miqtë mi.